A dini apo dyshoni se cili mund të qenë motivi që e ka shty Naimi në vrasjen e Liridonës? As nuk e di, as nuk kam ndonjë dyshim se çka ka mund të ndodhë në këtë rast. Pyetja, a keni kontaktuar me familjen e Liridonës pas vrasjes? Përgjigja thot po, kam kontaktuar me mesazh me Leonardin, vllajën e Liridonës, dhe arsyeja ka qenë se kam pas dëshirë të marr pjesë në rivarel. Mirë po, i njëjti më ka thënë jo, dhe se ka mbaruar miqësia mes nesh. Pyetja, a na tregon se ku janë fëmijët dhe çfarë planesh keni për ta? Fëmijët janë në shtëpinë në Cermian dhe besoj se shumë shpejt do t'i dërgojmë në Suedi me ndihmën e ambasadës suedeze, meqense se jemi në kontakt me ta. Dhe në një afat sa më të shkurt do t'i dërgojmë atje. A ndjeni të kërcënuar ju apo familja juaj? Po, shumë, meqense po dëgjojmë shumë fjalë edhe nga dojt e Liridonës, të cilët janë nga tropoja që kanë thënë se këtë punë e kryjmë ne. A keni pas kontakte me ndonjë jashtë vijave zyrtare apo të medias që kanë ardhur tek ju për punën e vrasjes? Jo, thot nuk kemi pas. A keni diçka për të shtuar në këtë deklaratë? Përgjigjja është jo. Kjo deklaratë përmban të gjithë në secilën faqe përmban në shkrimin e Shaban Moselit.